Sfera e tokës ka një potencial elektrik që rritet me rritjen e lartësisë. Rritet rreth 100 volt për metër në kushte normale. Në 100 metra lartësi po flasim pra për 10.000 volt ndryshim potenciali në lidhje me tokën. Sqarojmë gjë, kjo nuk është rrym, është tension. Ata që janë specialistë fushës e kanë parasysh që diferenca e potencialit midis dy pikave përbën edhe tensionin midis atyre dy pikave. Nëse do të kishit një sistem efikas për ta kapur këtë tension dhe për ta kthyer atë në rrym përdorshme, mund të furnizonit me energji diçka në varësi të vlerave. Por ka një element tjetër që nuk mund ta injorojmë dhe ky është efekti piezoelektrik. Disa kristale dhe disa materiale kur i nënshtrohen presionit mekanik, gjenerojnë një ngarkesë elektrike. Kuarci është më i famshëm mes tyre, por nuk është i vetmi. Graniti përmban kuarc. Mermeri ka veti piezoelektrike. Dhe cilat janë materialet më të përdorura në ndërtimet e mëdha monumentale të së kaluarës? Pikërisht, graniti dhe mermeri. Kolonat e Partenonit, për shembull, janë bërë prej mermeri. Themelet e katedraleve gotike janë shpesh prej graniti. Bazat e obeliskëve egjiptian janë prej granitit kuj të Asuanit, kemi folur dhe për të. Një nga llojet e granitit me përqendrimin më të lartë të kuarcit.